prej 7 vitesh, qytetarët shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Francë e kanë të pamundur të përdorin patentën që lëshon shteti shqiptar, sepse ajo nuk njihet më nga shteti francez. Dikur kjo ndodhte dhe sot ndodh e njëjta gjë, të njëjtën drejtë e gëzojnë qytetarët e vendeve tjera të Ballkanit Perëndimor, përveç se qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Unë jam këtu me aktivisten Stella Muçi, që është aktiviste Lëvizjes Bashk dhe jeton dhe punon në Francë, dhe Stella bashkë me aktivistët e tjerë të Lëvizjes Bashk kanë marrë një iniciativë që ju bën thirrje të gjithë qytetarëve shqiptarë që jetojnë në Francë, po edhe qytetarëve të tjerë shqiptarë që do të drejtohemi institucioneve të shtetit shqiptar që të bëjnë ç'është e mundur që ta vënë në zbatim një drejtë cilët qytetarët shqiptarë kanë pasur më herët. Për më shumë do t'ja jap fjalën Stellës. Po, siç e shpjegoi edhe Arlindi, kjo është situata, domethënë deri në vitin 2019 Franca dhe Shqipëria kanë pasur një marrëveshje bilaterale për njohjen e patentave shqiptare në Francë. Kjo marrëveshje është prish në vitin 2019, arsye zyrtare nuk i di, megjithatë nga dëna më tepër informale, po edhe nga institucione franceze kemi kuptuar se ajo është prish me iniciativë të shtetit francez për shkak të parregullsive në lëshimin e patentave në Shqipëri, diçka që ne njohim gjithë. Megjithatë, kjo është përgjegjësi e shtetit shqiptar, është diçka që peshon shumë, dhe është një kosto shumë i lartë për emigrantët shqiptar në Francë, sepse patenta është kusht për shumë profesione, ashtu edhe për ato punë të cilat janë të pakualifikuara. Është një kosto shumë i lartë sepse patenta në Francë kushton shumë shtrenjtë, sidomos në rast përsëritje të provimit, mund të shkojë deri në 3.500 euro. Prandaj Lëvizja Bashk ka vendosur që ndërmarrë këtë iniciativë. Dua dhe t'i bëj një thirrje të gjithë emigrantëve shqiptarë në Francë, po edhe në diasporë që të firmosin një peticion që ne kemi nisë për t'i kërkuar shtetit shqiptar që të mbajë përgjegjësi, që të nisë marrëveshjet, diskutimet me shtetin francez dhe të plotësoj gjitha kushtet që kërkohen nga shteti francez për njohjen e patentave shqiptare. Pra të firmosin peticionin, edhe nga ana tjetër dhe t'i bashkohen Lëvizjes Bashk. Dua të kujtoj se Lëvizja Bashk nuk synon vetëm që t'i përfaqësojë shqiptarët në institucionet publike, por është dhe një hapësirë organizimi nga poshtë, kjo është një identitetin e Lëvizjes Bashk. Prandaj nisma të tilla janë ajo që ne synojmë që të bëjmë jo vetëm në Shqipëri, po edhe në diasporë. Prandaj ju ftoj që të firmosni peticionin.